Në lajme do të ndiqni rreth 97 milion euro do të shkojnë për bonusin e fundvitit për pensionistët, ndërsa skema shpërndarjes do të jetë diferencuar. Sipas Bankës së Shqipërisë, në rreth 39% të rasteve qytetarët deklarojnë huamarrje në formën e paras në dorë nga të afërmit dhe miqt. Raporti i Deloitte tregon se banesat në Shqipëri janë kryesisht 1+1 dhe 2+1 me sipërfaqe mesatare që tejkalon disa qytete evropiane si Budapest dhe Beograd. Të dhënat e fundit tregojnë se një familje me të ardhura mesatare në vend paguan rreth 850 euro në vit për restorante dhe hotele. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Rreth 97 milion euro do të shkojnë për bonusin e fundvitit për pensionistët. Skema e shpërndarjes do të jetë diferencuar, duke ofruar më shumë mbështetje për ata që kanë pensione më të ulta, mbi 511.000 pensionistë, ku përfshihen edhe pensionet e invaliditetit dhe ato familjare, pensionit të cilëve është deri në 20.000 lekë në muaj, do të marrin bonus 15.000 lekë. Rreth 721.000 pensionistë do të përfitojnë bonus në fundvit. Qeveria ka vendosur në dispozicion për këtë qëllim një shumë totale prej 9.4 miliard lekësh apo rreth 97 milion euro, ku përfshihet shtesa prej 5.9 miliard lekësh dhe vlera e programuar në buxhetin fillestar prej 3.5 miliard lekë. Por si do të funksionojë skema e shpërblimit këtë vit dhe si do të shpërndahen rreth 97 milion euro? Burime nga qeveria bëjnë me dije për Skan TV se bonusi do të aplikohet i diferencuar. Kështu më shumë se 511.000 pensionistë, ku përfshihen edhe pensionet e invaliditetit dhe ato familjare, pensionit të cilëve është deri në 20.000 lekë në muaj, do të marrin bonus 15.000 lekë apo 150 euro. Pra vetëm për këtë kategori do të shkojnë afro 76 milion euro. Ndërsa kategoria e pensionistëve të cilët marrin një pension mujor mbi 20.000 lekë në muaj, do të marrin bonus 10.000 lekë apo 100 euro. Pra rreth 210.000 pensionistë do të marrin bonus prej 10.000 lekësh dhe buxheti total që shkon për këtë kategori është rreth 21 milion euro. Kjo skem përdoret si një formë për të dhënë më shumë mbështetje atyre pensionistëve të cilët kanë pensione më të ulta, por cilët janë kategoritë që përfitojnë shpërblim në fundvit. Pensionet e pleqërisë, pensionet e kooperativave, pensionet sociale, të invalidëve të luftës, pensionet e caktuara me dekret, pensionet e caktuara nga sigurimet shoqërore, ato suplementare, pensionet e familjeve të pilotëve që humbin jetën, pensionet e oficerëve, të minatorëve, të atyre që kanë punuar nën tokë, pensionet e ushtarakëve, të akademikëve, të personave që kryejnë funksione kushtetuese, të invalidëve, pensionet e veçanta si dhe pensionet për fëmijë në përkujdesje të shtetit. Në dhjetor 2024 po të ndarë në dy nivele, pensionistët gjithashtu morën 15.000 dhe 10.000 lekë shpërblim. Ndërsa bonusi i pranverës 2025 ishte në nivelin 10.000 lekë për pensionistët deri në 20.000 lekë dhe 5.000 lekë për pensionistët mbi 20.000 lekë. Por eksperti fiskal Ramadan Kondi shprehet se bonusi për pensionistët nuk duhet të varet nga performanca e buxhetit të shtetit, sepse mund të kemi edhe periudha krizash. Për këtë arsye, ai sugjeron që të bëhet një planifikim më i mirë i shpenzimeve dhe buxheti për bonuse të shpërndahet në rritjen e pensioneve. Ne duhet vendosim disa me kufi, disa caqe, duhet vendosur një dysheme, duhet vendosur edhe një tavan. Dhe përsepse, përsa i përket indeksimit, është detyrim ligjor për të gjithë. Çdo vit, duhet bërë çdo vit. Nuk kam është pensioni vogël apo është pensioni lart. Pasandaj, kur themi për rritje, mund të arrisim pensionin e vogël 10.000 lekë të reja, fjala vjen në muaj, pensionin maksimal 0 lekë. Këtu është e... Pra duhet bërë këtu ajo. Po, pra këtu duhet bërë. Dhe që t'jemi të qartë dhe të pasëm në veprimet që bëjmë për të gjithë për shtresat. Pa i goditur, si me thënë, pa i brarë, në atë nivel që kanë arritur standartin e jetesa për mirëqenjes së tyre. Pavarësisht se pensioni privat është një alternativë përmes të cilës mund të sigurohen të ardhura më të larta në pleqëri, sërish raporti me numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shtetërore është shumë i ulët, përafërsisht 5.7% e kontribuesve në skemën shtetërore të sigurimeve shoqërore derdhin gjithashtu para për pension privat.
Me sytë vetëm nga indeksimi dhe bonusi i fundvitit, por duke harruar që ekzistojnë edhe mënyra të tjera për të përfituar një mas më të lartë pensioni në pleqëri. Një alternativë është pensioni privat. Pavarësisht se po rritet vazhdimisht numri i shqiptarëve që zgjedhin të kontribuojnë edhe për një pension të tillë, raporti me kontribuesit në skemën shtetërore të sigurimeve shoqërore është i thellë. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, numri i anëtarëve në fondet e pensioneve private arriti mbi 48.000 në fund të 6 mujorit, duke u rritur me 7.4% në krahasim me vitin e kaluar. Skemës së pensioneve private rezultojnë të jenë shtuar 3.315 kontribues të rinj. Pavarësisht kësaj, numri i anëtarëve pasiv është rritur gjithashtu, për ai atyre që kanë tashmë një llogari në fond, por nuk paguajnë kontribute. Qytetarët kanë mundësi që të investojnë paratë e tyre në 8 fonde të pensioneve private, të cilat administrohen nga 4 shoqëri. Para që qytetarët derdhin për një pension privat, shoqëritë administruese të fondeve të pensioneve private i investojnë vetëm në tituj qeveritar, pra në bono thesari dhe obligacione, dhe nuk i investojnë në forma të tjera, si për shembull depozita bankare. Statistikat zyrtare tregojnë se tregu i pensioneve private ka një total asetesh neto prej rreth 13.8 miliard lekësh, duke shënuar një rritje me gati 8%. Rreth 13.7 miliard lekë janë investuar në tituj qeveritar, duke përfshirë këtu edhe fondet private të mbyllura. Raporti ndërmjet atyre që kontribuojnë në skemën shtetërore të sigurimeve shoqërore dhe atyre në skemën e pensioneve private vijon të jetë i ulët. Pra sipas një përllogaritjeje, përafërsisht 5.7% e kontribuesve në skemën shtetërore të sigurimeve shoqërore derdhin gjithashtu para për pension privat. Në kuadër të reformës së pensioneve, për të cilën qeveria shqiptare po bashkëpunon prej disa kohësh me Bankën Botërore, me qëllim rritjen e masës së përfitimit për ata të cilët dalin rishtasi në pension, është diskutuar që të ndërhyet në 2 shtylla kryesore, konkretisht në rishikimin e koeficientëve të vlerësimit, si dhe në zbatimin e kolonës së dytë, që janë pensionet private, pra të bëhet e detyrueshme që një përqindje e pagës së një punonjësi të shkojë edhe për pension privat. Qeveria ka bërë rialokime të fondeve për pushtetin vendor me qëllim mundësimin e më shumë shërbimeve për qytetarët. Një pjesë e fondeve shkojnë për shpërblimin e punonjësve që u angazhuan për shuarjen e zjarreve dhe gjithashtu për njësitë në vështirësi ekonomike. Qeveria ka akorduar një buxhet të konsiderueshëm fondesh për pushtetin vendor me ndryshimet e bëra së fundmi përmes aktit normativ. Kjo për shkak se një pjesë e madhe e bashkive vijojnë të kenë probleme financiare. Kështu referuar aktit normativ për ndryshime në buxhet, bashkive do t'i shkojnë 2 milion euro të pjesës së taksave të ndara, që i transferohen buxhetit vendor si rrjedhojë e realizimit të lartë të tatimit mbi të ardhurat personale. Kjo do të sjellë më shumë financim për pushtetin vendor për të mundësuar ofrimin e më shumë shërbimeve publike për qytetarët. Po ashtu është rritur me 1.5 milion euro transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, për të mbështetur bashkitë për dhënien e shpërblimit të punonjësve të angazhuar në shuarjen e zjarreve gjatë muajve të verës. Kështu 16 bashkive në të cilat ka pasur intensitet e lartë dhe kozgjatje të zjarreve, ju akordohen fonde për 2 paga shpërblim dhe bashkive të tjera u akordohen fonde për 1 pagë shpërblim për punonjësit e mbrojtjes nga zjarri. Në këtë mbështetje buxhetore nuk është përfshirë Bashkia Tiranë për arsye se kjo bashki ka potenciale të mëdha fiskale për të gjeneruar të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore. Të ardhurat e Bashkisë Tiranë në 3 vitet e fundit zënë mesatarisht rreth 58% të totalit të ardhurave të 61 bashkive të vendit. Qeveria ka vendosur gjithashtu rritjen me rreth 750.000 euro si transferte pakushtëzuar e përgjithshme për mbulimin e shpenzimeve të veprimtarive dhe të funksioneve për disa bashki që nuk kanë realizuar mjaftueshëm nivelin e të ardhurave për të mos cënuar ofrimin e shërbimeve publike të domosdoshme. Po ashtu 440.000 euro shkojnë si transferte pakushtëzuar sektoriale për funksionet arsim parashkollor, mbrojtje nga zjarri dhe shpëtimi. Këto fonde shtohen për disa bashki në funksion të plotësimit të standardeve kombëtare për këto shërbime. Nga ana tjetër janë paksuar fondet në masën 4.7 milion euro të financimit të huaj vendor për shkak të mos realizimit të plot deri në këtë periudhë. Gjysma e pare e këtij viti ka shënuar një rritje të huasë marrë nga burime informale sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë në rreth 39% të rasteve huamarrja deklarohet në formën e paras në dorë nga të afërmit dhe miqt.
Më shumë shqiptar po marrin hua nga burime jo formale, duke kërkuar ndihmë në para nga të afërmit apo miqt për të mbuluar shpenzimet e tyre për konsum ose blerje banese. Sipas një raporti të publikuar nga Banka e Shqipërisë, në rreth 47% të rasteve të raportuara, huamarrja familjeve rezulton në formën e kredis nga institucione financiare. Rreth 41% të rasteve janë në trajt kredia bankare dhe vetëm 6% janë në trajt kartash krediti apo overdraft. Huamarrja në trajt bankare ka pësuar një rënje me 3 pikë përqindje krahasuar me 6 mujorin e dytë 2024, ndërsa huamarrja në trajt kartash krediti dhe overdraft nuk ka ndryshuar. Nga ana tjetër, në rreth 39% të rasteve huamarrja deklarohet në formën e paras në dorë, duke shënuar arritje me 5 pikë përqindje në terma 6 mujor. Në 13% të rasteve, ajo rezulton në formë malli të papaguar në rënje gjatë 2 periudhave krahasuese. Përsa i përket nivelit të ardhurave dhe shpenzimeve të familjeve huamarrëse, këto të fundit po zhvendosen drejt një niveli më të lartë të ardhurash, ndërkohë që rritja e shpenzimeve është ngadalësuar. 2 format kryesore të pagesës së huas vijojnë të mbeten: pagesat me shumë të njëjtë, çdo 1, 3, 6 dhe 12 muaj, në 58% të rasteve të huamarrjes, me shumë të ndryshueshme në periudha të ndryshme dhe me shuma të ndryshueshme çdo 1, 3, 6 dhe 12 muaj, në 7% të rasteve të huamarrjes. Raporti tregon se në 63% të rasteve të huamarrjes rezulton se huaja është e pagarantuar dhe kjo peshë është rritur me 1 pikë përqindje krahasuar me 6 mujorin e kaluar. Nga ana tjetër, pesha e rasteve të huamarrjes së garantuar me një pronë të familjes ka rezultuar në rënje. Raporti Deloitte tregon se banesat në Shqipëri janë kryesisht 1+1 dhe 2+1 me sipërfaqe mesatare që tejkalon disa qytete evropiane si Budapesti apo Beogradi, ndërsa Durrësi ka banesat më të mëdha dhe Berati më të voglat. Indeksi pronave i publikuar nga Deloitte sjell të dhëna të detajuara mbi strukturën e banesave të reja në disa qytete europiane. Në të gjithë Europën, madhësia mesatare dhe konfigurimi i apartamenteve të reja pasqyrojnë një ekuilibër midis kërkesës së tregut, rregulloreve të planifikimit urban, tendencisë dhe preferencave kulturore. Megjithëse vjet re një trend i përgjithshëm drejt planimetrimeve më të vogla dhe më efikase, sërish dallimet rajonale mbeten të theksuara, duke reflektuar karakteristikat e ndryshme të zhvillimit urban në çdo vend. Raporti ka fokusuar vëmendjen tek 3 qytetet kryesore shqiptare: Tirana, Durrësi dhe Vlora. Në këto qytete, shumica e banesave të reja janë të tipit 1+1 ose 2+1, në madhësinë 50 deri në 80 metra katror, me kuzhina dhe balkone me plan të hapur. Ashensorët dhe parkimi janë të zakonshëm në projektet më të fundit. Përveç kësaj, theksi mbetet e aksesueshmëria, drita natyrale, hapësira e mirë brenda apartamentit dhe efikasiteti energjetik, duke e bërë banesën e re të përshtatshme për jetesën moderne. Të dhënat nga censi tregojnë se Berati ka peshën më të lartë të banesave të vogla, në 40 metra katror, ndërsa Durrësi kryeson me banesat më të mëdha, mbi 130 metra katror, që përbëjnë 4% të totalit. Shkodra, Tirana, Dibra dhe Vlora ndjekin Durrësin në renditjen e banesave të mëdha, ndërsa Berati dhe Kuksi kanë peshën më të ulët. Kur krahasohen të dhënat shqiptare me qytetet e tjera europiane, Shqipëria rezulton e pozicionuar mirë. Sipërfaqja mesatare e banesave në vend tejkalon qytete si Budapesti, Bratislava, Ljubljana, Beogradi dhe Parisi. Mesatare e sipërfaqeve të banesave në Shqipëri është e ngjashme me disa qytetet e Europës veriperëndimore. Ndërkohë shteti që ka sipërfaqen më të madhe për banesat është Portugalia, ku mesatarisht banesat në Lisbon dhe Porto janë 119 metra katror dhe 104 metra katror. Pashtu nuk mbeten mbrapa Roma, Firenze dhe Milano, të gjitha me sipërfaqe banesash mbi 80 metra katror. Shqiptarët po shpenzojnë gjithnjë më shumë për darka jashtë dhe pushime. Të dhënat e fundit tregojnë se një familje me të ardhura mesatare në vend paguan rreth 850 euro në vit për restorante dhe hotele. Një familje shqiptare shpenzon mesatarisht 7.000 lekë ose 70 euro në muaj për dalje në restorant apo për qëndrime në hotele, sipas të dhënave më të fundit mbi strukturën e shpenzimeve familjare. Kjo shumë përfaqëson 7.6% të totalit të buxhetit mujor, që mesatarisht arrin në 93.000 lekë. Në përllogëritje vjetore, çdo familje në Shqipëri shpenzon rreth 84.000 lekë ose rreth 850 euro në hotele dhe restorante. Duke marrë parasysh se në vend ka rreth 755.000 familje, rezulton që shqiptarët shpenzojnë gjithsej 63.6 miliard lekë në vit, ose afërsisht 636 milion euro për konsum në restorante dhe hotele. Kjo shifër tregon rritje të ndjeshme të peshës që zë grupi restorante dhe hotele në shpenzimet e familjeve shqiptare krahasuar me disa vite më parë, kur ajo luhate rreth 4 deri në 5%.
Tendenca duket se lidhet me rritjen e çmimeve në sektorin e gastronomisë dhe turizmit, por edhe me ndryshime në stilin e jetesës, ku gjithmonë më shumë familje zgjedhin të darkojnë jashtë shtëpisë ose të kalojnë fundjavën në hotele brenda vendit ose jashtë. Ekonomistët vlerësojnë se këto shpenzime përbën një tregues të qartë të rritjes së konsumit të brendshëm, por paralajmërojnë se rritja e çmimeve në sektorin e shërbimeve po ndikon drejt për drejt në buxhetet familjare. Megjithatë, për turizmin dhe bizneset e lidhura me të, ky zhvillim përfaqëson një burim të rëndësishëm të ardhurash. Viti 2025 pritet të forcojë më tej këtë tendencë me rritjen e kërkesës për shërbime, hotelerie dhe gastronomi, veçanërisht në zona bregdetare dhe qytetet turistike. Shqipëria dhe Kosova rënditen të fundit në rajon për sa i përket sigurimit të jetës. Të dhënat nga raporti më i fundit i Xprim tregojnë se jeta zë vetëm 9% të gjitha primeve të shkruara bruto në Shqipëri. Shqiptarët, qoftë në Shqipëri apo Kosovë, vijojnë të sigurojnë më pak jetën e tyre në të gjithë rajonin e Evropës qendrore dhe lindore. Sipas raportit më të fundit të platformës ndërkombëtare për të dhënat e industrisë së sigurimeve, Xprim, vendi ynë bashkë me Kosovën renditën të fundit për sa i përket raportit dhe peshës që zë sigurimi i jetës ndaj llojeve të tjera të sigurimit. Jeta zë vetëm 9% të gjitha primeve të shkruara bruto në Shqipëri, ndërsa thyejmë rekord për sa i përket sigurimit të detyrueshëm motorik me MTPL të brendshme. Ky produkt zë peshën më të madhe në tregun e sigurimeve, duke dominuar me gati 60% ndaj produkteve të tjera të sigurimit. Pavarësisht kësaj, Shqipëria bashkë me Hungarinë kanë pasur rritjen më të madhe të primeve të shkruara bruto për sigurimin e jetës në gjysmën e parë të këtij viti, krahasuar me gjysmën e parë të vitit të kaluar. Pagesat për sigurimin e jetës janë rritur me thuajse 15%, duke kapur një vlerë prej 11.7 milion eurosh nga 10.2 milion euro që ishin një vit më parë. Kjo tregon se pavarësisht raportit të ulët që sigurimi i jetës zë ndaj sigurimit të pronës apo makinës, ajo po rritet në mënyrë të qëndrueshme nga viti në vit. Nga ana tjetër, përsa i takon dëmshpërblimeve, Shqipëria renditet e 4-ta në Evropën qendrore dhe lindore për rritjen me 16% të dëmeve të paguara. Të dhënat e publikuara nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se sigurimi i jetës së debitorit është produkti më i kërkuar kur vjen çështja e sigurimit i jetës. Në 8 qarqe të vendit, ky është i vetmi lloj sigurimi për të cilin qytetarët paguajnë. Kjo do të thotë se sigurimi i jetës vijon të bëhet vetëm në rastet kur banka jep kredi dhe e ka kusht që kredimarrësi të sigurojë jetën dhe pronën. Industria minerare është në një fazë ndryshimi madhor, kalimi në një drejtim tjetër atë të krijimit të njësive të mëdha operuese. Burime nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëjnë të ditur se strategjia e re e zhvillimit të industrisë minerare do të mbështetet në operimin përmes njësive të mëdha që përfshin jo vetëm kërkesë shfrytëzimin, por edhe përpunimin e mineraleve. Industria minerare është në një fazë ndryshimi madhor, kalimin në një drejtim tjetër, atë të krijimit të njësive të mëdha operuese. Gjatë 2 viteve të fundit, 2024-2025, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka revokuar në total 27 leje minerare për 2 arsye kryesore. Nuk kanë pasur aktivitet për më shumë se një vit kalendarik dhe nuk kanë kryer pagesën e rehabilitimit. Burime nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëjnë të ditur se strategjia e re e zhvillimit të industrisë minerare do të mbështetet në operimin përmes njësive të mëdha që përfshin jo vetëm kërkim shfrytëzimin, por edhe përpunimin e mineraleve. Kjo sepse tregu dhe ecuria aktuale e sektorit minerar po fillon qartazi të përjashtoj mikroaktivitetet minerare, njësoj sikurse tregu dhe sektori përjashtoj para rreth 10 vitesh mbi vendosjet e lejeve minerare, të cilat ishin praktika të zakonshme. Këtij synimi po i shërben edhe ngritja e rreth një viti më parë e Institutit për Inovacion në Veprimtari Minerale, EIT Raw Materials, i cili po krijon baza për vlerësimin e rezervave minerare me një orientim drejt lëndëve të para kritike dhe strategjike. Aktualisht janë disa subjekte që kanë shprehur interesin për të investuar në këtë fushë. Një prej tyre është dhe kompania CVMR, e cila tashmë ka fituar edhe statusin e investitorit strategjik. Pra, po sipas burimeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po shkohet në një nivel tjetër pasi nuk mund të vazhdohet më me iniciativa individuale që nuk përmbushin as kushtet e sigurisë dhe asgjë tjetër. Shqipëria, sipas vizionit 2030,
është e detyruar që edhe në sektorin minerar të aplikojë kuadrin ligjor evropian, duke i dhënë kështu rëndësi mineraleve të cilat janë tashmë të dobishme për industrinë dhe për fushën inovative, duke krijuar njësi të mëdha dhe të fuqishme që krijojnë eficiencën ekonomike dhe jo me minierat e vogla me teknologji të vjetëruar. Raporti CEO World rëndit vendet më të zhvilluara teknologjikisht në botë me SBA-t dhe Izraelin në krye. Shqipëria pozicionohet në vendin e 163 me 56.41 pikë, duke treguar potencial për përparim përmes reformave të reja. Në një botë ku teknologjia po përparon me shpejtësi marramense, vetëm në disa vende të zgjedhura po e riportaktojnë në mënyrë të thellë mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe lidhemi me njëri tjetrin. Raporti i fundit i CEO World vën në qendër të vëmendjes shtetet ku teknologjia është integruar në mënyrë natyrale në jetën e përditshme, duke transformuar shërbimet publike, riformësuar industritë dhe riimagjinuar planifikimin urban. Sipas të dhënave të raportit, Shqipëria renditet në vendin e 163, me një vlerësim prej 56.41 pikësh. Edhe pse nuk renditet ndër vendet më të zhvilluara në botë, Shqipëria ruan një raport pozitiv në aspektin teknologjik dhe pritet të shënojë avancime të mëdha në vitet të ardhshme. Kjo lidhet ngushtë me reformat e fundit, si krijimi i Ministrisë së Inteligjencës Artificiale dhe digitalizimi i shumë proceseve të administratës publike, që në të ardhmen do të mbikëqyren nëpërmjet sistemeve të bazuara në inteligjencë artificiale. Në krye të renditjes qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat mbeten vendi më i përparuar teknologjikisht për vitin 2025, duke u udhëhequr në sektor si inteligjencë artificiale, bioteknologjia dhe inovacione digjitale. Menjëherë pas tyre vjen Izraeli, i njohur për zhvillimet e tij të shumta në fushën e teknologjisë dhe për ekosistemin e fuqishëm të startupeve që po formësojnë të ardhmen e teknologjisë globale. Në anën tjetër të spektrit, raporti vën në dukje vendet që përballen me vështirësi të mëdha në përparimin teknologjik. Pakistani renditet në krye të listës së vendeve më pak të zhvilluara teknologjikisht, për shkak të qeverisjes së dobët dhe mungesës së stabilitetit. Pas tij vijojnë Jemeni, Afganistani, Siria dhe Timori Lindor, të cilët përballen me sfida të thella që lidhen me mungesën e infrastrukturës, investimeve dhe qasjes së gjerë në arsim e teknologji. Inspektoriati Shtetëror i Punës mikpriti një delegacion nga Austria në kuadër të forcimit të sistemit të inspektimit të punës. Gjatë takimeve u diskutuan sfidat e sektorit të ndërtimit, lufta kundër ekonomisë informale dhe u vlerësua përdorimi i inteligjencës artificiale në vendin tonë. Inspektorati Shtetëror i Punës mirëpriti një delegacion të lartë nga Republika e Austrisë në kuadër të një vizite treditore për shkëmbim eksperiencash dhe mbështetje teknike në funksion të forcimit të sistemit të inspektimit të punës në Shqipëri dhe procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve u diskutuan tema si zbatime dhe transpozimi i direktivave europiane për sigurinë dhe shëndetin në punë, përdorimi i teknologjisë në inspektime, si dhe masa për luftën kundër ekonomisë informale. Atasheu për çështje sociale në ambasadën austriake në Tiranë shprehu mbështetjen austriake për vendin tonë në kuadër të realizimit të direktivave të Bashkimit Evropian, por ndër të tjera vlerëson vënien në punë dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në këtë proces. Qëllimi ynë është për të ndihmuar Shqipërinë në përpjekjet e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, me përvojën tonë dhe sugjerimet që vijnë nga Brukseli. Sigurisht që temat e diskutimit tonë janë personeli që do të punojnë në inspektoriatet e punës, mënyra e financimit, praktikimi dhe shkëmbimi përvojës midis dy vendeve, por edhe vënia në punë dhe përdorimi i inteligjencës artificiale, të cilën Shqipëria e ka nisur dhe që bëhet interesante edhe për ne në Austri. Një nga temat kryesore të këtij bashkëpunimi dhe në rastin e parë konkret është edhe ai në sektorin e ndërtimit. Varëse në Tiranë, por edhe në të gjithë Shqipërinë, ashtu sikurse në Austri, ky sektor ecën shumë përpara, është shumë intensiv dhe padyshim edhe për ne përbën një sfidë të cilën duhet ta realizojmë, pra kontrolli që duhet bërë në sektorin e ndërtimit. Sipas kryeinspektoriatit në Inspektoriatin Shtetëror të Punës, ky bashkëpunim do të jetë frytdhënës ku fokus është shkëmbimi i eksperiencave mes dy vendeve. Vizita e kolegëve austriak është e koordinuar me Ministrinë e Punës në Austri nëpërmjet ambasadës austriake në Shqipëri, dhe kjo vjen në kuadër të partneritetit apo dhe të binjakëzimit që institucionet shqiptare do të kenë me institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të integrimit në përputhje të standardeve për mbylljen e kapitujve, proces i rëndësishëm
shumë sfidus, por nga i cili ne do të mësojmë shumë dhe institucionet shqiptare do të në vitet e ardhshme do të jenë të njësuar nga pikpamja e standardeve me çdo institucion të Bashkimit Evropian. Vizita vijoi me inspektime në terren ku inspektorët austriak ju bashkuan grupeve të inspektorëve shqiptar për inspektime të përbashkëta në sektorin e ndërtimit. Në vijim të modernizimit të shërbimeve doganore dhe digitalizimit të proceseve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Autoriteti Portual Durrës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave të informacionit paraprak për ngarkesa detare në hyrje dhe dalje. Tregtia midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera do të përmirësohet më tej përmes thjeshtimit të procedurave dhe uljes së kostove. Në vijim të modernizimit të shërbimeve doganore dhe digitalizimit të proceseve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Autoriteti Portual Durrës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave të informacionit paraprak për ngarkesat detare në hyrje dhe dalje përmes platformës AsiHub. Platforma AsiHub përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt integrimit digjital të dhënave të transportit dhe tregtisë, duke mundësuar shkëmbime automatik dhe të sigurt të informacionit drejt sistemeve të portit dhe doganës, në përputhje me standardet bashkëkohore të menaxhimit të riskut dhe sigurisë. Konkretisht, kjo marrëveshje synon thjeshtimin dhe automatizimin e procesit të dorëzimit të manifestit të ngarkesës, uljen e barrës administrative për transportuesit, përmirësimin e vlerësimit të riskut dhe çlirimin më të shpejtë të madrave, rritjen e bashkëpunimit institucional dhe efikasitetin në zhdoganimin e ngarkesave detare. Punimi i ri shënon një hap tjetër përpara në modernizimin e administratës doganore shqiptare në funksion të lehtësimit të tregtisë dhe digitalizimit të zinxhirit logjistik kombëtar. Porti i Durrësit është porti më i madh tregtar në Shqipëri dhe nga më të rëndësishmit në rajon. Sasia totale e madrave të përpunuara në këtë port për vitin 2024 arriti në rreth 4.8 milion ton. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Autoriteti Portual i Durrësit, në këtë port detar gjatë 9 muajve të këtij viti të 2025-s pra janë regjistruar gjithsej 654.420 pasagjerë në rritje me 2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Këto shifra dëshmojnë vimësinë e flukseve të larta të udhëtimeve detare. Porti i Durrësit vijon të mbetet porta kryesore e lëvizjes detare të udhëtarëve në vend. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Autoriteti Portual i Durrësit, gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025 janë regjistruar 654.420 pasagjerë, duke shënuar një rritje prej 2% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat tregojnë se janë regjistruar 306.600 pasagjerë në hyrje dhe 347.820 pasagjerë në dalje, çka përbën 9.828 pasagjerë më shumë krahasuar me vitin 2024. Këto shifra reflektojnë jo vetëm intensifikimin e udhëtimeve, por edhe numrin e lartë të turistëve që kanë zgjedhur Shqipërinë për gjatë muajve të sezonit veror. Vetëm gjatë muajit shtator 2025 janë regjistruar 64.658 pasagjerë, të cilët kanë udhëtuar kryesisht drejt porteve italiane të Barit dhe Ankonës, që mbeten edhe linjat më të frekuentuara. Këto shifra dëshmojnë vijimësinë e flukseve të larta të udhëtimeve detare. Autoriteti Portual Durrës vijon të investojë në infrastrukturë dhe shërbime për të përballuar më mirë flukset në rritje dhe për të përmirësuar përvojën e udhëtarëve. Porti i Durrësit është porti kryesor i Shqipërisë që vijon të luajë një rol të rëndësishëm në lehtësimin e lëvizjes së njerëzve dhe madrave, duke konfirmuar rëndësinë e tij strategjike në ekonominë e vendit. Kosova është bërë vendi i parë që ka konfirmuar publikisht se po shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Britania e Madhe. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se po zhvillohen bisedime nëpërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë çështje.
Kosova është bërë vendi i parë që ka konfirmuar publikisht se po shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Britania. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Kosova dëshiron të ndihmojë Mbretërinë e Bashkuar në luftën kundër imigracionit të paligjshëm, në këmbim të mbështetjes për forcimin e sigurisë ndaj kërcënimeve nga Serbia dhe Rusia. Në prag të samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor që mbahet të mërkurën në Londër, Kurti konfirmoi se po zhvillohen bisedime ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë çështje. Albin Kurti tha se ka kapacitete të kufizuara në këtë shtet të vogël me një popullsi prej më pak se 2 milion banorësh, por ai pret një rezultat të suksesshëm nga negociatat. Bisedimet janë duke u zhvilluar, konfirmoi ai, ndërmjet zyrtarëve nga të dyja vendet për një marrëveshje për kthimin e migrantëve, për ata që është refuzuar kërkesa për azil nga Britania dhe që janë në pritje të deportimit në vendin e tyre të origjinës. Sipas mediave britanike, një ekip nga Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar është duke eksploruar opsione për mënyrën se si mund të funksionojë kjo marrëveshje, megjithëse ende nuk është bërë një kërkesë formale për Kosovën. Kurti, i cili po merr pjesë në një samit të Ballkanit Perëndimor në Londër, u shpreh se duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar, e konsiderojmë këtë si një detyrë miqësore dhe politike. Kryeministri britanik Keir Starmer i ka identifikuar vendet e Ballkanit Perëndimor si aleat kyç në luftën kundër migracionit të parregullt, me 22.000 persona që kanë përdorur këtë rrugë për të arritur në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar. Qeveria britanike ka nënshkruar marrëveshje për të luftuar bandat e trafikut të qenieve njerëzore me Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Keir Starmer tha më herët këtë vit se qeveria ishte në bisedime me disa shtete për të ngritur qendra kthimi, që ai quajtoi një inovacion i rëndësishëm për individët që i kanë shtëruar të gjitha apelimet në sistemin britanik. Kosova është vendi i parë që konfirmon se këto negociata janë në zhvillim dhe diskutime të mëtejshme pritet të kryhen në kuadër të samitit të kësaj jave. Investimet e huaja direkte neto në Serbi u përgjysmuan gjatë periudhës janar-gusht të 2025. Banka Botërore dhe autoritetet vendase theksojnë se rënja e besimit të investitorëve dhe protestat kundër korrupsionit kanë ndikuar ndjeshëm në këtë tkurrje. Investimet e huaja direkte neto në Serbi ranë me 54% në bazë vjetore gjatë 8 muajve të parë të këtij viti, duke arritur në 1.489 miliardë euro, njoftoi Banka Qendrore e vendit. Gjatë periudhës janar-gusht, hyrja totale e investimeve të huaja direkte ra me 41% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke zbritur në 2.137 miliardë euro, ndërsa dalja e tyre u rrit me 79% në 648 milionë euro, thuhet në raportin e publikuar nga Banka Qendrore. Ndërkohë investimet neto në portofol kaluan nga një vlerë negative për 192 milionë euro në janar-gusht 2024 në 709 milionë euro pozitive këtë vit. Në vitin 2024, Serbia kishte tërhequr 4.6 miliardë euro investime të huaja direkte neto, një rritje nga 4.2 miliardë euro në 2023. Vitin e kaluar, hyrja totale e investimeve të huaja direkte arriti në 5.2 miliardë euro nga 4.5 miliardë një vit më parë. Në raportin e fundit për Ballkanin Perëndimor të publikuar këtë muaj, Banka Botërore theksoi se ekonomia e Serbisë ka humbur vrullin në vitin 2025 për shkak të rënies së investimeve private dhe vlerës së neto të IHD-ve në një klim të pasigurt globale dhe politike të brendshme. Që nga nëntori i vitit të kaluar, Serbia është përfshirë nga protesta studentore kundër korrupsionit, të nxitura nga një aksident tragjik në një stacion treni në qytetin e Novi Sadit. Disa zyrtar vendas kanë fajsuar protestat për rënien e investimeve këtë vit. Banka Qendrore sqaroi në se rritja e jashtëzakonshme e investimeve të huaja direkte vitin e kaluar dhe rënja e besimit të investitorëve në nivel global janë gjithashtu faktorë të rëndësishëm që kanë ndikuar në këtë tkurrje. Supermarketet në Greqi ofrojnë shportun më të lirë të ushqimeve në Evropë me çmime deri në 33% më të ulta se në Gjermani dhe Francë. Ky avantazh çmimesh mbetet i qëndrueshëm falë bashkëpunimit të furnizuesve dhe bizneseve për të kontrolluar kostot. Çmimet në supermarketet greke mbeten më të ulta krahasuar me vende si Franca, Anglia, Italia, Spanja, Portugalia, Gjermania dhe Rumania, sipas një studimi të Institutit për kërkime në tregtim e pakisë të mallrave të konsumit. Studimi bazohet në të dhëna nga platformat e krahasimit të çmimeve dhe fatura nga zyndërët e supermarketeve, duke regjistruar koston e një shporte tipike produktesh për muajin shtator 2025. Krahasimi përfshin tregtinë organizuar të ushqimeve në 8 vende evropiane: Greqi,
Greqi, Francë, Mbretëria e Bashkuar, Spanjë, Itali, Portugali, Gjermani dhe Rumani. Analiza përfshin 40 kategori produktesh dhe mbi 6.000 çmime nga 44 zinxhir të ndryshëm supermarketesh. Të dhënat përfshin vetëm produkte të supermarketeve, jo të pikave të tjera të shitjes. Sipas rezultateve, vendet e tjera paraqisin kosto mesatare më të larta për shportën familjare, 33% më shtrenjtë në Gjermani, 30% në Francë, 10% në Mbretërinë e Bashkuar, 15% në Itali, 12% në Spanjë, 15% në Rumani dhe 1% në Portugali. Kur hiqet TVSH-ja përkatëse, diferenca bëhet edhe më e theksuar. Gjermania del 39% më e shtrenjtë, Franca 38%, Mbretëria e Bashkuar dhe Italia 22%, Spanja 18%, Rumania 17% dhe Portugalia 4%. Kjo diferencë vjen kryesisht si rezultati i normave të ndryshme të TVSH-s mbi ushqimet. Në Greqi, TVSH-ja është 13%, ndërsa në shtetet e tjera varion nga 0% deri në 10%. Për shembull, në Francë normat janë 10% dhe 5.5%, në Spanjë 10% dhe 4%, në Itali 10% dhe 4%, ndërsa në Gjermani 7%. Dallimi kryesor është se produktet që në Greqi nënshtrohen normës së mesme të TVSH-s, në vendet e tjera përfshihen në normën në ullët, duke ulur çmimet përfundimtare. Ka shumë pak raste kur produktet kanë TVSH më të lartë jashtë Greqisë, siç është rasti i letrave të lagura për foshnjë. Taksat e tjera si ato të vendosura mbi kafen nuk janë përfshirë në krahasim. Instituti thekson se tregtia organizuar ushqimeve në Greqi arrin të ofrojë çmime më të ulta për konsumatorët, si rezultat i përpjekjes së koordinuar të furnizuesve dhe bizneseve për të mbajtur kostot nën kontroll. Kjo prirje ka mbetur e qëndrueshme gjatë 12 viteve të fundit, gjatë të cilave është zhvilluar ky studim. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Kina është rikthyer në vendin e parë si partneri më i madh të tregtari i Gjermanisë në vitin 2025, duke tejkaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky ndryshim ka ardhur kryesisht për shkak të rënies së eksporteve gjermane në tregun amerikan, si pasojë e tarifave të vendosura nga administrata Trump. Kina ka rimar vendin e parë si partneri më i madh tregtar i Gjermanisë gjatë 8 muajve të parë të këtij viti, duke tejkaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas të dhënave paraprake nga zyra gjermane e statistikave. Importet dhe eksportet e Gjermanisë me Kinën arritën gjese 163.4 miliardë euro nga janari deri në gusht, ndërsa tregtia me Shtetet e Bashkuara ishte pak më e ulët në 162.8 miliardë euro. Në vitin 2024, Shtetet e Bashkuara ishin partneri më i madh tregtar i Berlinit, duke dhënë fund një periudhe prej 8 vitesh ku Kina mbante vendin e parë. Kjo ndodhi ndërkohë që Gjermania përpiqet të zvogëlonte varësinë nga Pekini, duke përmendur dallime politike dhe akuza për praktika të padrejta tregtare. Megjithatë, dinamika tregtare ndryshoi sërish këtë vit me rikthimin e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe vendosjen e tarifave të reja. Këto tarifa kanë ulur ndjeshëm eksportet gjermane në Shtetet e Bashkuara, që ranë me 7.4% në 8 muajt e parë të vitit, krahasuar me 2024-ën, duke zbritur në 99.6 miliardë euro. Vetëm në gusht, dërgesat drejt Shteteve të Bashkuara u tkurrën me 23.5% në krahasim me gushtin e vitit të kaluar, duke treguar se rënja përshpejtohet. Nuk ka dyshim se politika tregtare dhe tarifore e Shteteve të Bashkuara është një nga arsyet kryesore të rënies së shitjeve, shpjegojnë analistët e tregut. Ata shtojnë se kërkesa amerikane për mallrat klasike të eksportit gjerman si automjetet, makineritë dhe kimikatet është tkurrur ndjeshëm. Për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme për tarifa dhe forcimet e euros, nuk pritet që eksportet drejt Shteteve të Bashkuara të rikuperohen së shpejti. Nga ana tjetër, dërgesat drejt Kinës ranë edhe më shumë se ato drejt Shteteve të Bashkuara, 13.5% më pak në raport me një vit më parë, duke arritur në 54.7 miliardë euro në 8 muajt e parë të vitit, ndërkohë që importet nga Pekini u zgjeruan me 8.3% në 108.8 miliardë euro. Ekspertët paralajmërojnë se kjo jo vetëm që rrit varësinë e Gjermanisë nga Kina, por gjithashtu mund të shtojë presionin në industritë kryesore ku Pekini është konkurrent i fortë. Goldman Sachs paralajmëron se kufizimet e reja të Kinës në eksportin e metaleve të rralla rrezikojnë të shkaktojnë ndërprerje të zinxhirit global të furnizimit. Dominimi i Pekinit në këtë sektor mund të sjellë dëme të mëdha ekonomike dhe rritje të inflacionit në tregjet botërore. Banka investuese Goldman Sachs ka paralajmëruar për rreziqe gjithnjë e më të mëdha në zinxhirin global të furnizimit me metale të rralla dhe minerale kritike, duke theksuar dominimin e Kinës në sektorin e nxjerrjes dhe përpunimit.
Gjithashtu, institucioni vuri në dukje vështirësitë që kanë vendet e tjera për të ndërtuar zinxhir të pavarur furnizime. Më 9 tetor, Kina zgjeroi kufizimet e saj për eksportin e metaleve të rralla, duke shtuar 5 elemente të rinj dhe duke vendosur kontrolle të reja për përdoruesit në industrinë e gjysmëpërçuesve. Këto masa vijnë në prag të një samiti të pritshëm mes ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kines Xi Jinping. Në një problem për investitorët, Goldman Sachs tha se Kina aktualisht kontrollon 69% të prodhimit botëror të metaleve të rralla, 92% të kapacitetit për përpunimin e tyre dhe 98% të prodhimit të magneteve. Metalet e rralla janë bërë një pikë kyçe në marrëdhënien ndërkombëtare, pasi ato janë thelbësore për industrinë e teknologjisë së lartë dhe përdoren gjërësisht në prodhimin e baterive, çipeve kompjuterike, inteligjencës artificiale dhe pajisjeve ushtarake. Edhe pse tregu global i këtyre mineraleve pati një vlerë për vetëm 6 miliard dollarësh vitin e kaluar, shumë më pak se tregu i bakrit, që është 33 herë më i madh, Goldman Sachs thekson rëndësinë e tyre. Banka paralajmëron se një ndërprerje për vetëm 10% në sektorët që varen nga këto metale mund të shkaktojë deri në 150 miliard dollarë dëm në prodhimin ekonomik global. Përveç kësaj, mungesat e mundshme do të ushqejnë presione inflacioniste në tregjet ndërkombëtare. Institucioni identifikoi disa elementë si veçanërisht të ndjeshme ndaj kufizimeve të eksportit, duke përfshirë samariumin, grafitin, luteciumin dhe terbiumin. Samariumi që përdoret në magnetet rezistent ndaj temperaturave të larta në sektorin ajror dhe ushtarak është thelbësor për këto industri. Ndërkohë, ndërprerja e furnizimit me lutecium dhe terbium, dy minerale me përdorim të gjerë, mund të sjellë humbje të konsiderueshme të prodhimit të brendshëm brutë në disa ekonomi. Sipas Goldman Sachs, edhe metalet e rralla të lehta si ceriumi dhe lantani mund të bëhen objekt kufizimesh të mëtejshme në të ardhmen, pasi edhe në këto segmente Kina mban kontroll pothuajse të plotë në fushën e nxjerrjes dhe OpenAI ka prezantuar shfletuesin e internetit ChatGPT Atlas që integron fuqinë e inteligjencës artificiale për të përmbledhur përmbajtje dhe kryer detyra online. Kjo risi ka si qëllim të sfidojë dominimin e Google Chrome duke përdorur teknologjinë e avancuar. OpenAI ka prezantuar ChatGPT Atlas, një shfletues të shumëpritur të internetit të mbështetur nga inteligjenca artificiale. Shfletuesi është krijuar rreth chatbotit të njohur ChatGPT dhe synon të sfidojë dominimin e Google Chrome. Ky prezantim shënon hapin më të fundit për të përfituar nga 800 milion përdorues aktiv çdo javë të ChatGPT. Kompania po zgjeron praninë e saj në shumë aspekte të jetës online të njerëzve, duke mbledhur të dhëna rreth sjelljes së tyre në shfletim. Shfletuesi i ri mund të përshpejtojë kalimin drejt një kërkimi të bazuar tek inteligjenca artificiale, pasi gjithnjë më shumë përdorues preferojnë mjete bisedore që përmbledhin informacionin në vend të rezultateve tradicionale me fjalë kyçe të Google. Atlas është pjesë e një tregu tashmë të mbushur me shfletues të ngjashëm të mbështetur nga teknologji e re si Comet i Perplexity, Brave Browser dhe Neon i Operas, ndërsa kompanitë garojnë për të integruar mjete që përmbledhin faqe, plotësojnë formular dhe shkruajnë kode për të tërhequr përdoruesit. Atlas lejon përdoruesit të hapin një panel ansor me ChatGPT në çdo faqe për të përmbledhur përmbajtje, për të krahasuar produkte ose analizuar të dhëna në modalitetin agent, që është aktualisht i disponueshëm vetëm për përdoruesin me pagesë. ChatGPT mund të ndërveprojë me faqe interneti në emër të përdoruesit, duke kryer detyra nga fillimi në fund, si kërkimi dhe blerja e biletave për një udhëtim. Gjatë një demonstrimi, zhvilluesit OpenAI treguan se si ChatGPT mund të gjente një recetë online dhe më pas të blinte automatikisht të gjitha përbërësit. Agenti navigoi në faqen e Instacart dhe shtoi në shport ushqimet e nevojshme, një detyrë që zgjati disa minuta. Shfletuesi është tashmë i disponueshëm në mbar botën për sistemin macOS. Shfletuesi tashmë është i disponueshëm në mbar botën për sistemin macOS të Apple, ndërsa versionet për Windows, iOS dhe Android do të dalin më vonë. Holanda është shpallur vendi më i sigurt për udhëtarët në vitin 2026, duke u vlerësuar për qetësinë dhe masat shëndetësore që ofron. Lista dominohet nga shtetet evropiane që përbëjnë 2/3 e 15 pozicioneve të para.
Kompania e sigurimeve Berkshire Hathaway Travel Protection ka publikuar renditën më të fundit të vendeve më të sigurta për udhëtime duke përdorur të dhëna nga Indeksi Global i Paqes. Këto të dhëna janë analizuar bashkë me një anketë të udhëtarëve amerikanë, të cilët kanë vizituar vendet e përzgjedhura gjatë 5 viteve të fundit. Holanda u rendit në vendin e parë fal pozicionit të saj të lartë nga Global Peace Index dhe Numbeo, si dhe për faktin që Haga dhe Eindhoven u renditën mes 12 qyteteve më të sigurta. Udhëtarët e vlerësuan gjithashtu për masat shëndetësore dhe për faktin se është një destinacion i sigurt për gratë dhe njerëzit me ngjyrë. Megjithatë, ekspertët e udhëtimeve paralajmërojnë turistët të kenë kujdes nga ciklistët, pasi shumë qytete holandeze kanë korsitë e tyre të biçikletave dhe këmbësorët duhet të shikojnë nga të dy anët para se të kalojnë rrugën. Australia u rendit në vendin e dytë, por pjesa më e madhe e shteteve në krye të listës ishin nga Europa. Sipas të dhënave, nga 10 vendet më të sigurta në botë për udhëtarët, 5 janë në Europë, ndërsa në listën me 15 shtete më të sigurta, 2/3 i përkasin kontinentit të vjetër. Pas Holandës dhe Australisë renditen Austria, e cila vlerësohet për qetësinë dhe sigurinë që ofron për turistët, dhe Islanda. Kjo e fundit u rendit në vendin e parë vitin e kaluar dhe vazhdon të konsiderohet si vendi më paqësor në botë sipas Indeksit Global të Paqes. Por shpërthimi i vulkanit solli evakuimin e shumë banorëve dhe turistëve, duke ulur vlerësimin e sigurisë. Kanada e pozicionohet e 5-ta, e ndjekur nga Zelanda e Re, Emiratet e Bashkuara Arabe, Zvicra, Japonia dhe Irlanda. Në 15 shtetet më të sigurta përfshihen edhe Belgjika, Portugalia, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Danimarka. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.